Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi shpërndau mandatin për 35 kandidatët fitues në zgjedhjet e 11 majit në qarqet Vlorë, Shkodër, Berat dhe Dibër. Kolegji zgjedhor rrëzoi ankimimet e Partisë Demokratike duke përmbyllur kështu procesin e certifikimit për këto qarqe. Deri tani janë certifikuar rezultatet për 8 nga 12 qarqet e vendit, duke lënë ende në pritje Tiranën, Durrësin, Fierin dhe Elbasanin. Në një ceremoni të zhvilluar këtë të premte, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi shpërndau zyrtarisht mandatet për kandidatin e zgjedhur për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në qarqet Vlorë, Berat, Shkodër dhe Dibër. Certifikimi erdhi pas rrëzimit nga kolegji zgjedhor i të gjitha ankimimeve të depozituara nga Partia Demokratike për këto qarqe, duke ecur kështu drejt përfundimit të procesit zgjedhor në nivel vendi. Mirëfaleminderit. Atëherë shpërndarja e mandateve për qarkun Berat është si vijon. Partia Socialiste e Shqipërisë merr 5 mandate, koalicioni Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore 2 mandate. Në Shkodër, PD-ja fitoi 5 mandate, PSE 4 mandate, ndërsa Partia Social-Demokrate që të përfaqësohet me 2 mandate. Në Dibër, Partia Socialiste do të ketë 3 deputet dhe Partia Demokratike 2 deputet. Qarku i Vlorës, një prej qarqeve më të rëndësishme, i dha një fitore të thellë Partisë Socialiste me 9 mandate për Partinë Socialiste dhe 3 për Partinë Demokratike. Deri tani, procesi i certifikimit është mbyllur me 8 nga 12 qarqet e vendit, duke përfshirë përveç atyre të përmendura më lart edhe Kuksin, Korçën, Lezhën dhe Gjirokastrën. Procesi vazhdon për qarqet të mbetura Tirana, Durrësi, Fieri dhe Elbasani, ku pritet të përfundojë në ditët në vijim. Ky certifikim finalizon një fazë të rëndësishme të procesit zgjedhor dhe i hap rrugë konstituimit të legjislaturës së re parlamentare. Pas rinumërimit të 1207 kutive me vota në qarkun e Tiranës, nuk u regjistrua ndryshime në rënditjen e subjekteve apo kandidatëve. Partitë kryesore raportuan fitime dhe humbje të vogla votash, ndërsa diferenca midis kandidatëve u ngushtua vetëm në disa raste të veçanta. Rinumërimi i kutive të votimit në qarkun e Tiranës, që përfshiu 1207 kuti brenda territorit të vendit, nuk ka ndryshuar në asnjë mënyrë rezultatin e përgjithshme të zgjedhjeve parlamentare. Pas një operacioni të gjatë 10 ditor, as partitë dhe as kandidatët nuk pësuan ndryshime në mandatin e fituar. Megjithatë, Partia Demokratike, e cila ishte iniciatore e rinumërimit, rezultoi se ka fituar 612 vota të tepërta, të cilat sipas përfaqësuesve janë gabime njerëzore. Partia Socialiste gjithashtu përfitoi 380 vota që nuk ishin llogaritur më parë. Partitë e tjera regjistruan ndryshime të vogla, jo më shumë se 50 vota, ndërsa dy partitë Euroatlantike, LSHK dhe Lulzim Basha gjetën 21 dhe 7 vota përkatësisht që nuk ishin përfshirë fillimisht. Komisionerët e KAS-it i vlerësuan se ky proces, pavarësisht kostove financiare dhe lodhjes së stafit, ishte i domosdoshëm për zvogluar mosbesimin dhe akuzat për manipulim të zgjedhjeve. Në aspektin e kandidatëve, rinumërimi ndikoi në ngushtimin e diferencës midis disa prej tyre. Për shembull, diferenca mes deputetes Olta Xhaçka dhe Vlerina Gjylametit u ul nga 140 në 70 vota për shkak të shtimit të 19 votave për Gjylametin dhe heqjes së 51 votave nga Xhaçka, që konsiderohen të padrejta. Ngushtimi i vogël u shënua edhe në listën e hapur të Partive Demokratike mes dy kandidatëve më të votuar, Jorita Tabaku dhe Ilir Ali Mehmeti, të cilëve ju hoqën përkatësisht 250 dhe 137 vota, duke sjellë diferencën mes tyre në 2345 vota nga 2458 vota më parë. Në këtë rinumërim, deputetët më të favorizuar nga Partia Socialiste janë Ervin Hoxha me 303 vota, Fatmir Xhafaj me 234 vota dhe Blendi Goxhe me 179 vota. Nga Partia Demokratike kryeson Jorita Tabaku me 250 vota, pasuar nga Ali Mehmeti me 1370 dhe Lorenzo Hoxha me 95 vota. Nga ana tjetër, disa kandidatë rezultuan me humbje votash pas rinumërimit. Tek Partia Socialiste, Etienne Xhafaj humbi 49 vota, Vlerina Gjylameti 19 dhe Plaren Dreca 16 vota, ndërsa nga Partia Demokratike Ilda Zhulali humbi 34 vota dhe Asdan Dojani e Salvator Kaçaj nga 22 vota, të cilat do të rikthehen për rezultatin përfundimtar. Ky proces vuri në pasaktësinë dhe transparencën e nevojshme në numërimin e votave, duke bërë një nga elementet kryesor për besimin në zgjedhje.
Në një reagim të ashpër ndaj deklaratave të drejtuesit të SPAK Altin Dumani, Sali Berisha akuzoi prokurinë e posaçme për krime të rënda si bashkëpunëtore të Partisë Socialiste në manipulimet zgjedhore. Ai kritikoi gjithashtu kryeministrin Edi Rama për udhëtimet e shtrenjta me avion charter dhe paralajmëroi se Partia Demokratike do të kërkojë hapjen e një komisioni hetimor për këto shpenzime. Pas qëndrimit të kreut të SPAK-ut Altin Dumani, i cili deklaroi se kallëzimet e partive politike për parregullsi zgjedhore kanë qenë shpesh të paplota dhe jo të sakta, Sali Berisha ka reaguar me tone të forta. Ai i quajti SPAK-un bashkëpunëtor të Partisë Socialiste dhe të atyre që sipas tij kanë kryer krime zgjedhore. Me gjysmëlyk të Altin Troplinit nuk ka asgjë të qartë. Po sa herë denoncoj kartelin Troplini opozita, sa herë denoncoj Gysagasin opozita, sa kohë mbajtin në xhep mandatin e arrestit Altin Troplini për Troplinët. Besoj se farsa elektorale e Xhveshi Lakuriqi Altin Troplini tregoj se ai është ortak, komplis në këtë krim të shëmtuar elektoral. Në të njëjtën kohë Berisha kritikoi ashpër kryeministrin Rama, të cilën e akuzoi për shpenzime të dyshimta në udhëtimet e tij me avion charter drejt samitit të NATO-s. Ai paralajmëroi se Partia Demokratike do të kërkojë në shtator krijimin e një komisioni hetimor parlamentar për të shqyrtuar këto shpenzime, duke aluduar edhe për baule diplomatike, ku sipas tij mund të fshihen trafiqet palishme. Ishte i paralajmëruar muaj përpara dhe muaj përpara mund të pronotoshin biletat, por jo. Do shkonte i kapardisur me charter, pasi shpenzoi 21 milion euro. A ju kujtohet ju kur thoshte shqiptarëve se biletat, se charter është më lirë se biletat. Çfarë mashtrimi bënte? Dhe kemi kërkuar një hetim shumë me interes për shqiptarë dhe komunitet ndërkombëtar. Pasi ekzistojnë dyshime dhe dhëna të pamohueshme për transporte me chartën e Edi Ramës të ngarkesave shumë të dyshimta. Këtu i kam denoncuar, sapo jam informuar, ka burime të cilat thonë se valixhet diplomatike të Edi Ramës me charter janë më voluminoze dhe më numerike se të gjithë qeverive të Europës të marra së bashku. Po, për të mos thënë pastaj se ka zërat të tjerë që me charter kanë udhëtuar dhe persona të rrezikshëm shumë të kërkuar. Sa i përket procesit të 11 majit, Berisha publikoi të dhënat e reja për parregullsi në 12 qendra votimi në Elbasan, ku u gjetën flet votimi më shumë se numri votuesve dhe flet votimi pa vull. Këto qendra votimi që rreshtoi këtu dhe shumë të tjera, ngjallin dyshime shumë të forta se përveç tretit bullgar është përdor dhe zëvendësimi, mbushja dhe zëvendësimi kutive të votimit. Këto kuti nuk mund të pranohen si kutit e vërtetave të qendrave të votimit, por si kuti të ndruara apo të futura nga të ardhura nga selia e Partisë Socialiste apo dhe vetë nga qendrat ilegale të patronazhistëve. Deklaratat e Berishës vijnë në një moment kur SPAK dhe institucionet zgjedhore po përballen me presion të lartë për hetimin e krimeve zgjedhore dhe garantimin e transparencës në procesin demokratik. Ish prokurori dhe deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike Arjan Doja dëshmoi në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në procesin gjyqësor ndaj Plarend Dervishajt dhe Julian Meçes, të akuzuar për atentatin ndaj tij në nëntor të vitit 2019. Gjatë seancës mes palëve pati përplasja të forta verbale, ndërsa Doja tregoi edhe një letër kërcënuese që mori pas ngjarjes. Arjan Doja, ish prokurori i njohur dhe tashmë deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike, u paraqit në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të dëshmuar në procesin gjyqësor ndaj dy të pandehurve, Plarend Dervishaj dhe Julian Meçes, të cilët akuzohen për organizim dhe përfshirjen e atentatit në 1 nëntor 2019 ndaj tij. Në sallën e gjyqit, tensioni ishte i dukshëm ndërmjet palëve, ndërsa përplasjet verbale mes Dojës dhe Dervishajt u bën pjesë e seancave. Ky i fundit ngriti akuza të rënda ndaj ish prokurorit duke aluduar për një atentat
atentat të mëparshëm që sipas tij kishte ndodhur ndaj tij duke implikuar Ndoja në këtë ngjarje, akuzat të cilat u mohuan prerë nga ish prokurori. Arjan Ndoja në dëshminë e tij u shpreh prerë se nuk kishte asnjë konflikt apo njohje personale me të pandehurin dhe se emrin e Dervishajt e kishte zgjuar vetëm në media. Ai përmendi gjithashtu praninë e një letre anonime kërcënuese, të cilën e kishte marrë pak kohë pas atentatit, e cila përmbante kërcënime dhe insinuata lidhur me ngjarjen, por që nuk përmbante emra konkret apo prova të tjera, të cilën nuk e kishte dorëzuar në organet e rendit. Seanca u karakterizua edhe nga përplasjet mes Ndojës dhe Julian Meçës, ku ky i fundit e akuzoi ish prokurorin për ndikim në çështje të ndryshme ligjore dhe përfshirje në rrjetet kriminale, duke bërë akuza serioze për trafik të drogës, që sipas tij përfshinte zona të ndryshme të Shqipërisë. Procesi gjyqësor ndaj dy të pandehurëve vazhdon, ndërsa ky rast mbetet një nga më të ndjekurit nga publiku në media për shkak të natyrës së sulmit dhe implikimeve që ai mbart. Ish prokurori Ndoja mbetet personazh kryesor që po përpiqet të zbardhë rrethanat e atentatit që tronditi vendin para 5 vitesh. Ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon me certifikimin e rezultateve të 11 majit, opozita vijon të denoncojë krimet zgjedhore. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka u thirr këtë të premte në prokurorinë e posaçme për të marrë në pyetje lidhur me kallëzimet e bëra ndaj krimeve elektorale. Teksa procesi i certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve po përmbyllet 1 për 1 në të gjitha qarqet, Partia Demokratike vijon me denoncimet e saj për krimet zgjedhore. Këtë të premte, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka u paraqit në prokurorinë e posaçme, ku qëndroi për rreth 1 orë e 20 minuta, ku mor në pyetje për kallëzimet që opozita ka bërë për shkeljet dhe manipulimet në procesin zgjedhor. Task Forca, e cila u ngrit për të hetuar krimin elektoral, na rezulton që vdiq pa u ngritur akoma. Deri tani, krimi elektoral që na u premtua se në janar të 2025-s do të fillonte ndëshkimi ndaj tij, sot është duke i bërë kashillik edhe godinës së skapit, është sot krimi elektoral i institucionalizuar më shumë se kurrë dhe sot krimi elektoral është ai që ka vendos fatin e votës së shqiptarëve. Megjithëse Noka nuk dha detaje të reja për provat apo rastet konkrete, ai theksoi se Partia Demokratike ka bërë 10 denoncime dhe se krimi elektoral vazhdon të jetë institucionalizuar dhe i pakontrolluar. Ai u shpreh se Task Forca e ngritur për hetimet e krimit elektoral, e cila u premtua të nisë ndëshkimin e shkeljeve, në fakt nuk është aktivizuar ende, duke i lënë rrugë zhvillimeve që sipas tij i bëjnë kashillëk spakut. Kjo situatë rrit tensionin ndërmjet mazhorancës dhe opozitës, ndërkohë që Komisioni Qendror Zgjedhor vijon certifikimin e rezultateve që do të hapin rrugën për formimin e legjislaturës së re. Çështjet që lidhen me besueshmërinë e zgjedhjeve dhe ndëshkimet e krimeve elektorale mbeten tema kryesore të debatit publik dhe politik në vend. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e Ajola Xozës bashkëshortes e Erion Veliaj duke konfirmuar vendimin e apelit për sekuestron e një banese në Qëret, të cilën SPAK e kishte vendosur si masë preventive në kuadër të hetimeve për korrupsion. Ndërkohë, 2 shoqëri të përfshira në proces kanë humbur gjithashtu apelimin për heqjen e sekuestros. Në një zhvillim të rëndësishëm të hetimeve për aferën korruptive që përfshin kryetarin e bashkisë Erion Veliaj dhe familjen e tij, gjykata e lartë ka vendosur të mbajë në fuqi masën e sekuestrimit për një banesë në Qëret që i përket Ajola Xozës, bashkëshortes së Veliajt, si dhe nënës së saj, Valbona Xozës. Kjo masë ishte vendosur nga SPAK në mars të këtij viti në kuadër të hetimeve për një skem të dyshuar korrupsioni dhe pastrim parash që përfshin blerjen e pasurive të paluajtshme në mënyrë të palishme me fonde publike. Gjykata e apelit më parë kishte refuzuar kërkesën e Xozës për heqjen e sekuestros, vendim që u konfirmua edhe nga gjykata e lartë. Në këtë proces ishin përfshirë dhe 2 shoqëri, të cilat kërkonin heqjen e masës së sigurisë, por edhe ato u rrëzuan nga instancat më të larta të drejtësisë. Sipas hetimeve të SPAK, Ajola Xoza akuzohet për kryerjen e veprave penale të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurëve vendor në bashkëpunim, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë edhe interesave private të personave të zgjedhur. Ndërkaq, bashkëshorti i saj Erion Veliaj ndodhet aktualisht në burg që prej 10 shkurt
Kurtit nën akuzat për përfshirje në këtë skem korruptive. Për Ajola Xhoxhën, pas një periudhe në masën e arrest shtëpie, u vendos masaj detyrim për paraqitje dhe i është ndaluar lëvizja jashtë vendit. Hetimet vijojnë me intensitet nga SPAK për të zbardhur të gjitha detajet dhe për të përcaktuar përgjegjësinë e plotë në këtë rast që ka tronditur skenën politike dhe administrative në vend. Zyrtarët e SPAK theksojnë rëndësinë e luftës kundër korrupsionit në nivelet më të larta të shtetit, duke dërguar një mesazh të qartë për panshmëri dhe zero tolerancë ndaj krimit organizuar dhe keqpërdorimit të fondeve publike. Një konflikt i motivuar nga arsye të dobta përshkallëzohet në Dhunë në kryeqytet, ku një 45 vjeçar plagosi me thik një 38 vjeçar. Policia ndërhyri dhe arrestoi autorin, ndërsa armë, zjarri dhe thik u sekuestruan si prova. Një konflikt i ndodhur në rrugën e Kavajës në Tiranë ka përshkallëzuar në përdorimin e armës, duke lënë një person plagosur dhe një tjetër në prangat e policisë. Ngjarja ndodhi pasi një 45 vjeçar për arsye të dobta sulmoi me thik një 39 vjeçar, i cili u dërgua menjëherë në spital për ndihmë mjekësore. Fatmirësisht, gjendja e plagosurit është stabile dhe jashtë rrezikut për jetën. Sipas raportimeve të policisë, pas sulmit agresori është larguar nga vendi i ngjarjes, por më vonë u kthye në banesën e tij ku mori një armë zjarri tip Kalashnikov, të cilën e mbante pa leje. Ai ka fshehur armën së bashku me thikën në rrugën Mujo Ulçinaku, por falë reagimit të shpejtë dhe hetimeve intensive, forcat e rendit arritën të sekuestronin këto prova materiale. Autoritetet kanë arrestuar menjëherë 45 vjeçarin dhe po kryen hetimet më tejshme për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për të sqaruar motivin që çuan në këtë përplasje të dhunshme. Policia ka referuar materialet në Prokurinë e Tiranës, e cila do të marrë masat e nevojshme ligjore ndaj personit të arrestuar. Gjatë 24 orëve të fundit në 12 bashki të Shqipërisë janë shënuar 18 vatra zjarri në zonat e Vlorës, Sarandës, Tiranës dhe Beratit, që janë shuar pa dëme në njerëz apo pronë. Operacionet për kontrollin e zjarreve përfshin 266 forca zjarr fikse, 35 automjete dhe helikopter, ndërsa monitorimi ajror është rritur me dronë në zonat më të rrezikuara. Në të njëjtën periudhë janë regjistruar 2 tërmete me magnitudë mbi 3.8 në Fushkruj dhe Zavher, pa dëme të raportuara. Gjatë 24 orëve të fundit, situata e zjarreve në vend ka qenë intensive, me 18 vatra aktive në 12 bashki të ndryshme, duke përfshirë Vlorën, Sarandën, Kavajën, Tiranën, Beratin dhe Elbasanin. Sipas raportimeve zyrtare, flakët kanë ndjekur kryesisht shkurre dhe barishte në një sipërfaqe prej rreth 35.9 hektar, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet asnjë viktim apo dëme materiale. Në operacionet për shuarjen e zjarreve u angazhuan 266 forca operacionale, 35 automjete zjarr fikse dhe helikopteri Cougar i forcave të armatosura. Në kuadër të përballimit të situatës së zjarreve në jug të vendit, forca ajrore ka intensifikuar monitorimin ajror me dron, duke garantuar vëzhgim të pandërprer ditën dhe natën mbi zonat më të rrezikuara nga flakët. I gjithë mekanizmi mbrojtje civile në nivel vendor dhe qendror mbetet i angazhuar në ndjekje të situatës. Gjithashtu mëngjesin e sotëm u raportuan 2 lëkundje tërmeti, e para me magnitudë 3.9 të shkallës së Richter me thellësi 15 km dhe epiqendër në Fushkruj, Durrës, dhe e dyta me magnitudë 3.8, thellësi 15 km me epiqendër në Zallher, Tiranë. Nuk ka dëme në njerëz apo ndërtesa. Ndërkohë, mëngjesin e sotëm janë regjistruar 2 tërmete të lehta me magnitudë 3.9 në zonën e Fushkrujës dhe 3.8 në Zallher të Tiranës, pa dëme për njerëz apo infrastrukturë. Autoritetet kanë bërë apel për vigjilencë të shtuar, sidomos gjatë periudhës së temperaturave të larta, duke kërkuar nga qytetarët që të raportojnë menjëherë çdo situatë emergjente pranë strukturave lokale për të parandaluar fatkeqësitë më të mëdha. Kontrollet intensive përgjatë vijës bregdetare kanë çliruar hapësira publike në plazhin e Vilbështovës dhe në zonat e Rërë Bardh në kepin e Rodonit, ku sekuestruan 170 komplete çadrash dhe shezllogësh të zaptuar pa leje. 6 persona janë proceduar penalisht për zaptim të hapësirave publike. Në kuadër të plan operacioni Plazh Gjilir, shërbimet e policisë të komisariateve Durrës dhe Kavaj kanë vijuar kontrollet e shtuara përgjatë vijës bregdetare, duke liruar zonat të cilat ishin zënë në mënyrë të paligjshme. Në plazhin e Vilbështovës dhe në Rërën e Bardhë të kepi Rodonit janë sekuestruar 170 komplete me çadra dhe shezllong që përdoreshin nga personat që nuk ishin leje për përdorimin e hapësirave publike. 6 individ janë proceduar penalisht me akuzën e zaptimit të hapësirës publike pa lejen përkatëse, ndërsa policia paralajmëron se kontrollet do të vazhdojnë me
intensitet gjatë gjithë sezonit veror. Qëllimi i këtyre veprimeve është lirimi i hapësirave publike dhe verifikimi i aktiviteteve të subjekteve në vijën bregdetare në mënyrë që të garantohet siguria dhe ratija maksimale për pushuesit. Ky operacion vjen në një kohë kur presioni mbi vijën bregdetare është i lartë për shkak të sezonit turistik dhe autoritetet synojnë të parandalojnë zbatimin e hapësirave të përgjithshme për qëllime private duke respektuar ligjin dhe rendin publik. Eci me të tjera zhvillime kalojmë në informacionet nga rajoni. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese që jep kuvendit afat 30 ditor për konstituim. Ai theksoi se ky vendim është detyrim për të gjithë deputetët dhe jo vetëm për subjektin e parë. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese që përcakton një afat 30 ditor për konstituimin e kuvendit të Kosovës, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka reaguar publikisht duke e mirëpritur këtë aktgjykim. Në një postim në rrjetet sociale, ai theksoi se vendimi nuk ngarkon vetëm fituesin e zgjedhjeve, por të gjithë deputetët pa përjashtim. Aktgjykimi i dieshëm i gjykatës kushtetuese thekson qartë se obligimi për ta konstituar kuvendin është obligimi të gjithë deputetëve, dhe jo vetëm i subjektit të parë, shkroi Kurti. Duke marrë nismën për të shtyrë përpara procesin, Kurti tha se ka ftuar në takim të gjithë krerët e subjekteve parlamentare për të shtunën në orën 16. Qëllimi sipas tij është gjetja e një konsensusi të përbashkët për konstituimin e kuvendit të ri. Si kryetari i lëvizjes Vetëvendosje dhe në emër të grupit më të madh parlamentar të dalur nga zgjedhjet e 9 shkurtit 2025, u jam drejtuar të gjithë krerëve të subjekteve të përfaqësuara në legjislaturën e 9 me ftesë për takim të përbashkët, nënvizoi ai. Edhe lideri i AK-s Ramush Haradinaj, i cili e dërgoi çështjen në gjykatën kushtetuese, ka deklaruar më herët se ky vendim është i detyrueshëm dhe duhet të zbatohet nga të gjitha forcat politike. Ai e ka cilësuar aktgjykimin si të qartë dhe të padiskutueshëm duke bërë thirrje për përgjegjësi institucionale. Tashmë të gjitha palët kanë në dorë një afat të kufizuar për të shmangur një krizë kushtetuese dhe për të garantuar vijimësinë e proceseve demokratike në vend. Të nderuar teleshikues, ju njohim me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 28 qershor do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme me mot të kthjellë dhe temperatura të larta në pjesën më të madhe të vendit. Gjatë pasdites në zonat malore lindore dhe juglindore, pritet të ketë zhvillime vranësirash që mund të sjellin rreshje lokale afat shkurtra. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 32 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 6 deri në 12 metër për sekond dhe në Bregdet do të ketë momente me erë të fortë deri në 15 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim mesatar nga 2 deri në 4 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 15 deri në 31 gradë Celsius. Kukës 14 deri në 29 gradë. Peshkopi 13 deri në 27 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 32 gradë. Durrës 18 deri në 31 gradë. Kavaj 17 deri në 31 gradë. Elbasan 16 deri në 31 gradë Celsius. Berat 16 deri në 32 gradë. Korçë 13 deri në 26 gradë. Vlorë 19 deri në 30 gradë Celsius. Gjirokastër 18 deri në 32 gradë. Sarand 19 deri në 31 gradë Celsius. Në Kosovë parashikohet mot kryesisht i kthjellët gjatë paradites, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira kalimtare dhe rreshje të izoluara në zonat kodrinore jugore. Temperatura minimale do të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verior me shpejtësi 4 deri në 9 metër për sekond dhe në lugina mund të ketë shtim të intensitetit deri në 11 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 12
deri në 27 gradë Celsius. Podujev 12 deri në 26 gradë. Skënderaj 12 deri në 25 gradë Celsius. Pej 13 deri në 27 gradë. Prishtinë 12 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov 13 deri në 27 gradë. Malishev 13 deri në 26 gradë. Gjilan 12 deri në 27 gradë. Ferizaj 12 deri në 27 gradë Celsius. Kaçani 13 deri në 26 gradë Celsius. Suhare 14 deri në 26 gradë. Prizren 13 deri në 27 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.